Ngritet aktakuzë ndaj Rozeta Hajdarit dhe 3 të tjerëve për rezervat shtetërore. Çka thot aktakuza? Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzë për rezervat shtetërore. Palët e akuzuara: Rozeta Hajdari, ministre në detyrë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë; Irfan Lipovica, ish zëvendës sekretar në Mint; Hafiz Gara, drejtori i Departamentit të Rezervave Shtetërore; dhe Ridvan Muharremi, afarist. Këta emra dyshohen se aso kohe kishin blerë një sasi vaje dhe një sasi gruri jashtë vendit, që nuk ishte arritur kurrë në Kosovë. Sipas aktakuzës, të dyshuarit i kanë shkaktuar dëm buxhetit të shtetit diku rreth 3 milion euro, përmes keqpërdorimit të detyrës dhe shkeljeve të ligjit në procedurën e furnizimit për rezerva shtetërore gjatë vitit 2022. Akuzat penale: keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar, zbulimi i fshehtësisë zyrtare; dhe akuza e tretë, ndihma në kryerjen e veprës penale. Sipas aktakuzës, të akuzuarit dyshohen për disa veprime të palegjshme. E para, kanë anashkaluar ligjin për prokurim publik. Në vend që të hapin garë të rregullt, ata kanë negociuar drejt për drejt me kompani, pa konkurrencë, dhe madje kanë kërkuar nga qeveria që këto blerje të shpallen sekrete, gjë që ligji nuk e lejon. E dyta, kanë lidhur kontrata me një kompani turke për blerjen e 10.000 toneve grur, me çmim shumë më të lartë se në treg. Për më keq, pagesa është bërë 100% paraprakisht, ndonse kjo nuk lejohet, dhe kompania nuk e ka dorëzuar gjithë sasinë e grurit, duke shkaktuar dëm financiar. E treta, janë nënshkruar edhe 2 kontrata shtesë për transport, megjithse transporti ishte përfshirë në kontratën kryesore. Këto kontrata shtesë dyshohet se i kanë kushtuar shtetit mbi 670.000 euro. E katërta, është bërë një tjetër kontratë me një kompani polake për vaj dhe sheqer, ku pagesa u bë paraprakisht, por malli nuk erdhi kurrë në Kosovë. Në total, sipas prokurorisë, dëmi i shkaktuar buxhetit të shtetit është gati 3 milion euro.